Përshëndetje të nderuar ndjekës të mi. Ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV, për të komentuar ngjarjet më të fundit që në fakt po ndodhin brenda shtëpisë së Big Brotherit. Pyetjet e shumta që më vinë nga publiku janë këto. Tiron, mendon që Mateo dhe Brikena vërtet janë hidhëruar dhe po ndahen, apo thjesht është një mision që vllau i madh mund t'ja ketë dhënë Mateos, duke u bazuar në misionin që e kishte Luizi kundër drejt Kiarës. Tani, me qëndrime që ka Mateo, sepse në fakt më çon pak të dyshoj me thënë të drejtën, nuk mundet një njeri i cili të lufton për një puthje, i cili të çmendet pas një femrës për muaj të tërë brenda asaj shtëpie, do me thënë që në ditën e parë që ka hyrë në Big Brother, Mateo ka hyrë me synimin tek Brikena, me qëllimin tek Brikena, të lufton për këtë gjën, edhe në momentin që ta merr puthjen, pikërisht prej asaj dite, Mateo të ftohet plotësisht nga Brikena dhe të qëndron i vetëm, të qëndron me shëndritin dhe të mos ketë fare interes për të takuar Brikenën, për të ulur me Brikenën, për të qartësuar me Brikenën. Pa marrë parasysh tani Mateo nuk është që nuk e njeh karakterin e Brikenës, nuk është që nuk e njeh njeriun e Brikenës, nuk është që nuk e njeh tipin e Brikenës, që Brikena është natyrë kokforte, që Brikena është natyrë serioze dhe që këto gjëra i ka shumë të veçanta dhe shumë të shenjta. Unë mendoj që Mateo e njeh shumë mirë, por këtu mund të ketë dhe një mision i cili mund të zbërthehet sonte. Po nga që produksioni nuk ka dhënë detaje që mund të jetë një mision, për shembull për Luizin, e kemi ditur atëherë që kishte mision me Kiarën për ta tensionuar Kiarën dhe për të krijuar në mendjen e Kiarës që e gjithë ajo që ka ndodhur ka qenë një gënjeshtër. Do me thënë, duke mos patur asnjë lloj paralajmërimi, edhe mund të ndodhë që kjo gjëja e cila po ndodh në shtëpinë e Big Brotherit të jetë vërtet një histori e cila nisi me një fillim shumë të lumtur, që ishte një puthje sado që e ndjer, ishte një puthje dhënë me shumë emocion nga Brikena, dhe nga ana tjetër do me thënë të përfundon kështu. Unë mendoj që Brikena është duke e vuajtur jashtëzakonisht shumë këtë pjesën e Mateos. Edhe gjatë ditës së sotme, kur Mateo fliste në përshpim, kur Mateo mundoheshte ta mbron në një farë mënyre Brikenën në sulme që po i bënte Rogerti, që po i bënte Shëndriti, unë e pash Brikenën që po e shikonte me bishtat e syrit dhe e pash që e kishte shumë të nevojshme ato momente që ka kaluar me Mateon, ato çastet e bukura që ka kaluar me Mateon dhe ato ndjesitë që kanë kaluar të dy së bashku. Në fakt nuk e besoj dot që Mateo po largohet dhe nuk e do Brikenën. Unë mendoj që ky është një mision i cili do të zbërthehet shumë shpejt, por nga ana tjetër, në qoftë se Mateo është lodhur, është e bukur që ta qartëson marrëdhënien me Brikenën. Mendoj që përveç misionit, Mateo pret që të jetë Brikena ajo e cila do të hedhën hapat e parë, sepse ndoshta Mateo edhe mund ta teston si lidhje, a është gati Brikena për të sfiduar veten e saj dhe të lufton për marrëdhënien, apo është Brikena e cila mban karakterin dhe qëndrimin e saj. Ndërsa tek Brikena, unë jam duke parë të kundërtën. Tek Brikena shoh një vajzë e cila ka mendime të ndryshme në kokë, çfarë po flitet për mua jashtë, çfarë po thuhet për mua jashtë, si është qëndrimi i prindërve, çfarë mendimi kanë prindërit, mos më paragjykojnë për atë gjën që unë e bëra, sepse unë ja dash puthjen, ai ma ktheu shpinën, ndikimet e mëdha nga banorët brenda, por e shoh që Brikenës i pëlqen shumë kur banorët apo qofte edhe surprizat që kanë hyrë brenda në shtëpinë e Big Brotherit ja vën në dukje Mateos gabimin të cilin Mateo e ka bërë dhe që duhet të jetë sa më afër Brikenës. Dua të marr mendimin tuaj.